Shumë, grupi vallëve keni shkëlqyer gjithë viteve, na keni nderuar. Edhe ato që kanë marrë pjesë dhe kanë lënë për arsye të ndryshme, edhe ju që vazhdoni dhe të rinj që vinë, të shkëlqyer ju, të shkëlqyer edhe pjesa që vazhdoni, ne jemi krenar për ju dhe për prezin e ri që po vini këtu afër nesh. Faleminderit. Vetëm këtë. Unë punem. Do doja një gjë, sonte na kanë nderuar personalitete, sonte kemi një gazetar të radio televizionit shqiptar që do doja 2 fjalë të ëmbla për prezantimin dhe për prezencën e tij këtu brenda sallës tonë, na fliste 2 fjalë të ëmbla për këtë fest bukur. Artur, faleminderit. Bashkë me Arturin, faleminderit që je pjesa jonë. Bashkë me Arturin kemi dhe si motra 3 shoqata. Shoqata me ju për ju, faleminderit shumë që jeni me ne. Do doja kryetaren të ishte bashkë me ne në sekond. Shoqata Tirana, suksese, do doshim kryetaren. Shoqata Mamodheu, faleminderit shumë që jeni prezent, do doja dhe ju prezencën tuaj. Do doja nga 2 fjalë shkurt që mos të mërzisin njerëzit, Zoti Turi, do doja që ju bëshet edhe prezantimin e zonjave, se ju e njeni shumë mirë situatë. Shumë faleminderit që je prezent sonë. Unë përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj shumë që jeni në këtë moment këtë entuziast për Elbasanin, po edhe për Tiranë, edhe për gjithë Shqipërinë. Nuk mund mos vija për arsye të një respekti të jashtëzakonshëm ose të një detyrimi që unë kam me Elbasanin. Kam një lidhje jashtëzakonisht të madhe, edhe edukative nga Elbasani, por njëkohësisht edhe detyrim shkencor të Elbasanit. Elbasani është dimi i mendjes dhe si e tillë, edhe mendja juaj, edhe aktivizimi juaj, edhe përqasja juaj perfekt në Athinë ka qenë një shembull ose model për gjithë emigrantët shqiptarë. Unë ju respektoj, do të falenderoj shumë, sigurisht, edhe për atë angazhim të jashtëzakonshëm që shoqata ose shoqata e Elbasanit i ka arritur gjithë fuqitë e veta të vendosë të gjithë të barabartë. Respekt. Atëherë do filloja me radhë. Faleminderit zoti Artur. Faleminderit zoti Arjan. Ju uroj gëzuar festën e shlirimit të Elbasanit, gëzuar 28-29 nëndorin. Jam shumë e kënaqur dhe shumë e gëzuar që jam pjesë e këtij eventi. Unë do desha me lejen e kryesisë dhe të zotit Arjan Tullumi të them 2 fjalë për shoqatën me ju për ju. Shoqata me ju për ju në datën 6, 7, 9 dhjetor organizon një bazar bamirësie, të cilët i dedikohet fëmijëve me kancer. 5 nga këta fëmijë janë shqiptar. Në bashkëpunim me shoqatën greke Elpida. Ju lutem shumë, bashkohuni me ne, t'i ndihmojmë bashkëdhetarët tanë për fëmijët e tyre që vuajnë. Kjo bazar është i lishëm si nga ana ligjore, ashtu dhe nga ana ekonomike. E theksoj këtë për të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë dhe për të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë në këtë bazar. Bëhet në Eleniko, Okansios, Alfa Vita Vastilovlos το δεύτερο όροφο. Ju lutem bashkohuni me ne. Do dëshiroja një faleminderit të madh shoqatës Elbasanit, që gjatë gjithë këtyre 4 viteve ka qenë pranesh. Falenderoj personalisht dhe nga kryesia e shoqatës, bashkëdhetarin tuaj, Elbasaniun tuaj, zotin Ardian Daulle. Një respekt i veçantë nga ana ime, po kështu edhe nga kryesia, respekt i veçantë edhe për shoqatën e Elbasanit. Ndodheni të gjithë këtu, kur kam ardhur për herë të parë, ka qenë tjetër kryesi. Sot është tjetër kryesi. Juve e doni dhe respektoni qytetin tuaj. Bravo ju qoftë dhe respekt për të gjithë ju.
Faleminderit, bashkohuni me neve për një pazar të tillë. Faleminderit me ju për ju. Tirana, mirë se erdhe këtu pranë nesh. Suksese në evenimentet e reja, suksese në rrugën e re që keni nisur. Ne jemi pranë jush. Faleminderit. Mirëmbrëma, unë jam Lindita Kulla, një nga themelueset e lidhjes së shqiptarëve në Greqi Tirana dhe aktualisht dhe kryetare e shoqatës. Ju falenderoj për ftesën, gëzuar. Elbasani dhe Tirana është një, gjithmonë jemi dhe do jemi bashkë. Shqipëria e mesme do jetë kudo bashkë, të hapur për çdo bashkëpunim. Ju uroj suksese dhe në shembullin tuaj të ecim dhe ne. Si ju sot edhe neve kemi 81 vjetorin e çlirimit të Tiranës dhe festojmë dhe ne nesër në drek. Kush ka dëshirën, është mirë pritur. Përshëndetje. Suksese. Cila ngeli më model, një ndër shoqatat më të vjetra historike që ka lënë rrënjët e saja ajo në emigrim. Faleminderit që jeni pranë nesh. Në rast të parë faleminderit e neve për ftesën që na keni bërë. Unë ju uroj gëzuar festat në përkryesin e shoqatës në Modeo. Në mungesë të kryetarit tonë Kleanti Xuçi, e pa mundur që të vinte. Ju uroj të tërëve gëzuar festat dhe uroj që të jeni gjithmonë kështu të bashkuar si që jeni sot. Gëzuar festat që të gjithë. Shumë faleminderit. Edhe një përshëndetje nga kryetari i shoqatës së ushtarakëve. Zoti Aqif, 2 fjalë. Atëherë në emër të ushtarakëve shqiptar që ndodhen këtu në Greqi, me lejonin t'ju uroj të gjithëve gëzuar festat e çlirimit, të apeut dhe të ngritjes së flamurit. Shoqata jonë është krenare për gjitha shoqatat e tjera që organizojnë këto aktivitete dhe ne njëkohësisht do të organizojmë një aktivitet të dielën e ardhshme. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithë për prezencën. Ju falenderoj të gjithëve. Një valle siç jemi. Faleminderit.